Temperaturat e larta të kësaj vere kanë sjellë një situatë të vështirë me zjarret në territorin e Shkodrës. Drejtori i shërbimit zjarfikës Agim Ponari bëri të ditur se deri më tani janë regjistruar mbi 300 raste zjarresh. Situata e verës në gjithë Shqipërinë, temperaturat kanë qenë relativisht shumë të larta dhe kanë filluar që në qershor deri tani situata është e qetë për momentin. Kemi pas diku të 330 vatra zjarri nga qershori deri tani që flasim, por janë menaxhuar me sukses dhe nuk kemi pas dalje jashtë kontrollit të situatave. Për neve ka qenë pothuajse sigur verat e tjera, siç ka qenë vjet, siç ka qenë para vjet. Temperaturat kanë qenë i më të larta dhe me zgjatje më të gjatë, por rastet e zjarrit pothuajse janë njëjta. Sipas Ponarit, disa nga zonat më problematike kanë qenë Velipoja, Berdica dhe fshatrat të tjerë përreth, ku zjarret janë përhapur shpejt edhe si shkak i thatësirës. Ai theksoi se shkaku kryesor i zjarreve mbetet pakujdesia e personave. Kemi pas Velipojën, Berdicën, fushën e aviacionit, Teura e Shtrejt, Golemin, vatrat e tilla në Kodrina, Vukatan, Gurin e Zi. Po kjo shumica raste pakujdesia, zjarret vinë nga pakujdesia e personave, qytetarëve. Tilla mesazhet janë gjithherë kemi dhënë mesazhe, janë zbatuar pothuajse nga qytetarët, kanë qëndruar shumë korrekt, kanë njoftuar zjarrin menjëherë sepse situata është e tillë se nëse e kap zjarrin në momentin e parë çdo gjë i largohet rreziku. Situata e kësaj vere tregon se përballja me zjarret nuk është vetëm detyrë e shërbimeve zjarfikëse, por edhe një përgjegjësi e përbashkët, ndaj qytetarët duhet të tregojnë të kujdesshëm që rreziku i flakëve të minimizohet.